Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar shikues dhe ndëgjues, jeni në emisionin Në Prag të Iftarit, emision ky i cili realizohet nga Muftinia e Shkupit dhe që mund ta ndiqni në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Muftinia në rrjetet sociale. Ky program i përditshëm në atmosferën e bekuar të muajit Ramazanit synon që të sjellë freskim në zemrat tona përmes rrëfimeve dhe mësimeve nga jeta e sahabëve dhe personaliteteve të ndryshme nga historia islame. Sonte në këtë emision kemi hoxhën e nderuar Ali Efendi Sadiku, hatib në xhamin Rezistenca Haracin, me të cilën së bashku do të bashkëbisedojmë në lidhje me temën agjerimi dhe kuptimi i tij. Mirë se na erdhët në emision, hoxhë nderuar. Mirë se ju gjetëm. Hoxhë nderuar, tregoni kuptimin fetar të agjerimit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, krijuesin e gjithësisë, furnizuesin e gjithësisë. Dërkaq salavate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Agjerimi është shtylla e dytë kryesore e fesë islame. Agjerimi në kuptimin fetar, në gjuhën arabe fillimisht i thuhet saum, e që në gjuhën shqipe e ka kuptimin frenim, pengim, ndalim, heshtje e kështu me radhë. Ndërkaq në terminologjinë islame, në jurisprudencën islame, fjala agjerim ose saum nënkupton të heqësh dorë nga çdo ushqim, nga çdo pije, nga marrëdhëniet bashkëshortore, prej sabahut, agimit të vërtet, deri në perëndimin e diellit, me qëllim të jetë adhurimi ndaj Allahut xhaleshanuhu. Do thotë, janë këto tri kushte themelore për me u kompletuar agjerimi. Heqja dorë për hir të Zotit nga çdo ushqim, nga çdo pije dhe nga marrëdhëniet bashkëshortore është si shenjë fizike që tregon se jemi gati që të ruhemi nga çdo lloj likësie. Lidhur me agjerimin, Allahu xhaleshanuhu ka zbrit ajetin kuranor, ajetin e surës Al-Bakare 183, ku thot: Ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që i besuat Allahu xhaleshanuhu, u është bërë detyrim, u është bërë obligim agjerimi, ashtu siç ishte obligim edhe ndaj atyre që ishin para jush, me qëllim që bëheni të devotshëm. Shpreja kutiba aleikum do të thotë se është bërë fars, detyrim për ju. Gjithashtu Allahu xhaleshanuhu ka zbritur ajetin tjetër kuranor, gjithashtu në surën Al-Bakare, ajetin 185, ku përcaktohet kur duhet të agjerohet, në të cilin thotë: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ramazani është muaji në të cilin u zbrit Kur'ani, i cili është udhërëfis për njerëzit, sqaruesi rrugës së drejtë dhe dallues i të mirës nga e keqja, e kush prej jush e përjeton këtë muaj, le të agjeroj. Gjithashtu edhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam potencohet obligimshmëria e agjerimit. Mesin e tyre e kemi hadithin të cilën e transmeton Imam Buhari, në të cilën thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Islami ngritet prej 5 shtyllave: dëshmia e shahadetit, falja namazit,
agjerimi i Ramazanit, dhënia e zeqatit dhe kryerja e haxhit për ata të cilët kanë mundësi të kryerjes. Sa agjerimi i muajit Ramazanit është fars, më thonë është argumentu me Kur'an, me Sunet, por edhe me ijma, me konsensusin e dietar. Hoxh, ju treguat kuptimin fetar të agjerimit. Na tregoni pak kuptimin shpirtëror të agjerimit. Çdo mend se agjerimi ka disa kuptime, mesin e tyre është edhe kuptimi shpirtëror i agjerimit. Agjerimi është shkak që të na e pastron zemrën tonë, na e forcon lidhjen tonë me krijuesin tonë, Allahun xhaleshanuhu. Na e forcon sinqeritetin tonë. Agjerimi është adhurim i fshehtë. Vetëm Allahu xhaleshanuhu e din se kush agjeron me të vërtetë. Në lidhje me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast na këshillon kështu dhe thotë: ai i cili nuk heq dorë nga gënjeshtra dhe të punuarit me gënjeshtër, Allahu xhaleshanuhu nuk ka nevojë që ai të heq dorë nga ngrërnja dhe pirja. Gjithashtu, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu transmeton hadithin kutsi në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu xhaleshanuhu ka thënë: çdo punë që e bën i biri Ademit alayhis salam është për veten e tij, përveç agjerimit i cili është vetëm për mua. Unë jap shpërblimin për te. Agjerimi është simburoj. Nëse dikush agjeron, mos përdore fjalë të ndyta, fjalë të kota, mos ta ngrejë zërin dhe mos sillet pa mend. Nëse dikush e shan ose e sulmon agjeruesin, ai le të përgjigjet: unë agjeroj. Për atë, duart e të cilit është shpirti i Muhamedit, fryma, era e keqe e gojës së atij që agjeron, është më mirë para Allahut xhaleshanuhu në ditën e ringjalljes se sa era e miskut. Ai që agjeron është i lumtur dy herë. Një herë kur e qel agjerimin në iftar, domethënë, dhe dytën herë kur Allahu xhaleshanuhu do të jetë i kënaqur me agjerimin e tij. Hoxh, ju folët për kuptimin fetar të agjerimit dhe atë shpirtëror, tani na tregoni kuptimin moral të agjerimit. Sa i përket kuptimit moral të agjerimit, agjerimi e edukon çdo besimtar dhe çdo besimtare që të jetë të devotshëm. Ajetin që e cekëm më herët rreth agjerimit, ku Allahu xhaleshanuhu e përfundon ajetin e 183 të surës El-Bekare, në fund thot: la'allakum tattaqun, nëpërmjet agjerimit të arrim devotshmërinë. Dhe njeriu i cili e arrin devotshmërinë, ai duhet të jetë i sinqert, ai duhet të jetë i dërueshëm. Domethënë, ai duhet të jetë i përpikt, ai duhet të jetë preciz, ai duhet të jetë i vullnetshëm, ai duhet të jetë i vendosur në qëndrimet e tij. Në lidhje me këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kush agjeron Ramazanin me bindje të plotë, duke lënë llogarinë tek Allahu xhaleshanuhu, atij do t'i falen të gjitha mëkatet. Agjerimi edukon besimtarin dhe besimtaren të jenë të sinqert me gjithë njerëzit në fjalë, në sjellje, në vepra. Agjerimi përveç kësaj, në aspektin moral, i afron të gjithë njerëzit, i bën me një nivel. Nëpërmjet agjerimit, edhe ai i cili ka pozitë shoqërore, bëhet i barabartë me atë i cili nuk ka pozitë shoqërore. Edhe i varfëri, edhe i pasuri, të gjithë bashkarisht zgjohen në syfir. Edhe i pasuri, edhe i varfëri agjerojnë tërë ditën për hir të Allahu xhaleshanuhu. Edhe i pasuri, edhe i varfëri presin ta çelin iftarin bashkarisht. E kështu me radhë. Hoxh, nderuar, cili është mesazhi juaj për fund? S'do mend se mesazh kryesori im është që qimi nga ata të vërtetit ta kuptojmë fillimisht agjerimin, ta bëjmë këtë ibadet për hir të Zotit xhaleshanuhu. Dhe vash Zoti që ta shijojmë këtë begati shumë të madhe, të cilën na i ka mundsu Zoti xhaleshanuhu që të jemi fillimisht pjesëtar të dinit islam,
ta shijojmë Ramazanin ashtu siç e shijonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta shijojmë Ramazanin ashtu siç e shijonin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pas sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti shijojmë begatit e muajit të Ramazanit, sepse këto begati më munduar të shpjegojmë ne me ditë të tëra, nuk mund të shpjegojmë, këto mund të shijohen, mund të përjetohen. Dhe Zoti që jemi nga ata të cilët i përjetojmë këto mirësi, këto begati të muajit Ramazan, dhe Zoti xhaleshanuhu qoftë i kënaqur nga të gjithë ne. Allah ju shpërblet për të bashkëbisedim dhe elaborim të qartë mbi temën tuaj. Kështu përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Ali Efendi Sadiku. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëçi, Allahu ja pranoftë agjërimin dhe të gjitha lutjet. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.